Janë interesat. Ti dush me tregu çka prodhon sot Kosova, çka prodhojnë shtetet e rajonit. Shikoj të gjitha shtetet, si në Maqedoni, si në Shqipëri, si edhe në Maltëzi, një shtet shumë më i vogël se Kosova, megjithatë ka prodhime të ndryshme që eksportojnë. Kosova çka prodhon? Sot ti i ke në Serbi mbi 700 prodhime gjermane. 700 prodhime gjermane që prodhohen në Serbi sot. Dhe tash ne me kërku prej Sholcit mos bë me Serbi marrëveshje, mos bë biznes me Serbi, sepse ata kanë qenë kështu, kanë bërë gjenocid te ne. Kjo në diplomaci nuk pin në ujë, sepse pikërisht këtu shtete janë të cilat e kanë bombarduar dje Serbin për me na shpëtu neve nga spastrimi etnik. Dhe ne sot atë simpatin që e kemi pas për këtyre shteteve, sot ne nuk e kemi. Pse nuk e kemi? Sepse nuk kemi interesant për ato. Ne nuk kemi infrastrukturë ligjore të mirë për biznes, ne nuk kemi presim investimet e huaja, ne i friksojmë investitorët e huaj. Kosova është në disa raste është në arbitrazh, vazhdimisht kompanitë e mëdha të cilat dëshirojnë të investojnë, mos pari marrin raportet prej bankës botërore, prej Fondit Monetar Ndërkombëtar, prej arbitrazhit shohin, kur ata shohin se filon kompania e madhe dhe kjo tjetra kanë përfunduar në arbitrazh sepse gjykatat në Kosovë nuk janë funksionale, ato i mshojnë vi Kosovës dhe thonë nuk investojnë në atë shtet ku ai shtet nuk ka sistem gjyqësor që neve na e mbron investimin ton dhe na duhet me përfundu në arbitrazh me prit ka 4-5 vjet për me marr fitimin ton. Ndërsa ato vinë në Maqedoni, shkojnë në Shqipëri, shkojnë në Serbi, në Bosnë, në Malzi, dhe kështu që për Ballkani Perëndimor po mbesim një vrim e zezë, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në aspektin politik. E qartë. Fatkeqësisht ashtu është.